Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 16 deri më datën 22 shkurt 2026. Kemi një javë me të mirat dhe vështirësitë e veta, por kemi dhe aktivitete planetare. Aktivitete planetare do të thotë ndryshime, do të thotë mundësi, do të thotë kohë, do të thotë realitet dhe ndryshime të një pas njëshme. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 zodiakale, të hedhim një sy çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë në kohën e duhur mbi ndikimet planetare. Shikojmë që kjo periudhë është mjaft e mirë, është një periudhë ku gjithmonë gjërat koha që kanë ndikuar ose çështjet që kanë pasur dhe mundësinë apo dhe periudhën e duhur në atë çka kërkohet. Kemi datën 16 shkurt, ku e fillojmë me datën 16, ku dielli nga ujori formon një kënd mjaft të vështirë, një katërkëndësh me Uranin në Dem. Një kënd veçanërisht mjaft i vështirë nga çështja e punës, e negociatave në përditshmërinë tonë. Aktivitetet, marrëdhëniet, emocionet e reja që mund të dalin në pa. Është një kënd për të filluar diçka që kërkon guxim, energji dhe jo vetëm forcë intensive për të nisur diçka. Nga ana tjetër, mund të tregojë ngjarje të papritura, jashtëzakonshme, apo çështje të tjera, zhvillime në nivele politike shoqërore. Kjo që do të kenë kujdes ndikojnë shenjat Demi, Luani, Akripi, Ujori të dhjediqit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Paraditja që ka këto ndikime, mbasditja, duket se është disi më e qetë dhe më vendimtare për ato që ne duhet bëjmë. Kemi Mërkurin në shenjën e Peshqive që formon një trekëndësh me Jupiterin në Gafore. Ky është një kënd veçanërisht me fat dhe shumë i dobishëm për të pasur lajme gjatë rrugtimit tonë, informacione të këndshme. Është një kënd mjaft i mirë për diskutime, kontakte, negociate, marrëveshje, nënshkrime, për çështje studimesh, plane profesionale, blerje, transaksione, zgjidhje dhe ndikohen shumë pozitivisht shenjat e ujit, Gaforia, Akrepi, Peshqit, por kanë edhe ndikime të tjera që kanë në bazë të dhënave, që është në individ pastaj se çfarë ndodh në anën tjetër të pozicionit të planeteve. Kemi datën 17. Data 17 shkurt. Në datën 17 formohet eklipsi i parë i vitit dhe në boshtin në boshtëri që do thot ujor Luan. Ky eklips diellor që është gjithashtu një hënë e re në ujor me këndet kryesore, katërkëndshin me Uran në lidhje me Marsin. Kjo është një hënë e re kërkuese që krijon një klimë pak nervoze, ndërsa formon këtë kënd, eklipsi diellor na shtyn të bëjmë ndryshime e të vendosim qëllime të reja, por duhet të shmangim vendimet dhe niset e nxituara. Gjithashtu ndikohet në kushtet meteorologjike dhe geofizike, veçanërisht në vendin tonë, pasi ndikohet edhe në skenën globale, por në çështjet politike dhe ato sociale. Preket në këtë aspekt Demi, Akrepi, Luani, Ujori të dhjediqit të tretë, ose që kanë diellin në këto shenja. Por gjithsesi, kur kemi eklipset diktojnë na japin një mundësi plus për të rregulluar, stabilizuar dhe mundësuar në çështjet e mëdha që mund të lindin nga nevoja ose nga gjërat e tjera që mund të zbatohen në bazë të të dhënave që neve kemi, ose duam të nisim diçka dhe e dim shumë mirë sepse po të bëjmë këtë punë ose ta nisim do të dalim me sukses. Pra e kemi studiuar tregun në fushën e karrierës. Prandaj edhe kjo është diçka mjaft pozitive, duke qenë të sigurt për të ardhmen që neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Kemi datën 18 shkurt. Data 18 shkurt duket se Saturni, ndikimi më i madh që ka të bëjnë, ose çështjet shumë të rëndësishme të diellit, me udhëtimin e tij në shenjën e Peshqve. Fillon ditëlindja në shenjën e fundit të zodiakut. Për herë të parë në 3 vitet e fundit është një ditëlindje me ndikime të rënda dhe kërkuese nga Saturni dhe Neptuni. Kjo do të thotë që dielli që ndikohet shumë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet dhe në ndikime të mëdha
që lidhet me shenjën e peshqeve. Por mos harrojmë, sepse dielli në çdo shenjë